sonte, si kemi emrin e artistit? Kjo artist jeton në Itali dhe gjithmonë ka kompozu dhe kënu këngë shkodrane. Nuk është në një artist që ndoshta njihet në Shqipëri, por që kënë sa është emigrant si na, gjithmonë e ka zemrën, edhe mendjen, edhe talentin e shpirtin të Shkodra. Ai quhet Alban Krajini. Le ta ndjekim. Gati Luis? Alban Krajini e flasë për Unionës të Italis. Me këto timu i shkodranin që dalin për kitarës në me ndeshta me përshëndet tanë shqiptarë dhe miqigenit. Veçanti tanë shkodranë që janë vellë sotin në nësanë. Rune malin për Shkodrë, rune për fanatizm. Mos harroni me trashëguar në fëmijët tu, në mesa ndërmi. Dhe u thoni se edhe pse kanë dhënë drejt të tëra shkodranë, me janë artista. Artisti nuk për me thamë vetëm ai që poezia o ai që ti mirë atë lejnës muzikore. Artist është ai që të në artë, që të në sporti, që të në muzikën, që të në kulturën e që ti një versuar. Në shdo njeri për jush është artist se që është Shkodra, që kanë me vetë fëmijë të ujpesat e një pak. Shkodra Show është një iniciativë mrekullueshme që organizatërët e saj kanë realizuar masën dhe që kontribuojnë në rritjera Shkodra, me vullë pak kulturën e saj. Prandaj më thonë, ju uroj me gjithë zemë, kanoni një natë të mrekullueshme, si na pa njëri e Shkodra me kulmia. Përshëndetje, Shkodra Show. Falenderojmë shumë për